Miqtagon Land, sot ne kemi përzgjedhur të sjellim ju dy artistë, por që janë vetëm një. Pse? Ju sapo të shikoni do ta kuptoni më njëherë. Jemi me Venerën dhe Lindin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si është të krijosh muzikë në çift? Është shumë kimike kjo, është pothuajse e njëjtë, domethënë kur provojmë që të kompozojmë diçka, gjithashtu edhe që të përzgjedhim repertorin, jemi në koordinim shumë të mirë me njëri tjetrin. Përveç se këngëve që krijoni bashkë, sa ndihmoni njëri tjetrin në krijimtarinë solo? Absolutisht shumë. Ne jemi përkrahësit më të mëdhenj të njëri tjetrit. Për shembull, Lindi është ai i cili vendos për, domethënë, kur vjen puna të pjesa artistike për shumë gjëra, e njëjta gjë ndodhet edhe tek unë për Lindin. Natë e parë që ne jemi bashkë, zemra më re. Si fillon të krijoni muzikë? Kush është ajo shkëndija e parë? Studioni tregun apo është thjesht një frymëzim i momentit? Jo, absolutisht deri tani, ndoshta nëse mund të shprehim kështu, nuk kemi arritur në atë pjesë që të studiojmë tregun. Ndoshta tregu na ka pranuar me këtë lirshmërinë tonë në krijim, në aq sa kemi krijuar, edhe ne ndjehemi shumë mirë për këtë, edhe besoj që sinqeriteti në krijim edhe mos të dalim prej vetes është shumë e rëndësishme. E para se vivir junto a ti, el amor es real de ti, y así tus besos yo no puedo vivir con él por nada. Bésame mucho, quiero ser mi cielo vida. Jeni plot evente, gjithmonë jeni duke kënduar në mbrëmjet live. Si është përgatitja për to? Edhe si zgjidhni eventet ku ju performoni live? Tani kemi ardhur në një pikë që mundohemi të zgjedhim ambientin i cili i përshtatet shumë mirë muzikës tonë. Ne kryesisht praktikojmë muzikë që është shumë e qetë, është muzikë që shoqërohet me një gotë verë. Duam të sjellim publikut diçka të re, mjaft me zhurma ndoshta, por thjesht për të dëgjuar muzikë të mirë edhe për të shijuar një mbrëmje ndryshe. Pranë publikut si ndjeni? Shumë mirë, ndjehemi shumë mirë, e tha edhe Venera, kur në momentin që publiku është aq i ngrohtë, në disa vende që ndoshta nuk e prisnim që as do na njihnin, si në rastin e fundit ishim në Kamenic, në një qytet të Kosovës, që nuk prisnim neve, u çuditëm njerë me ftesën, por që nuk kishte edhe jashtë lokali që na shihnin njerëz edhe me kërkesat shumëta për foto, edhe me të vërtet na vënte të njiheshim shumë mirë. Kam njohur që fëmijë, ishe plot gjallëri, ndëroje si të gjithë, që të jesh dikush një ditë. Nëse do zgjidhni të më të mirën mes skenës së festivalit dhe një stage-it të një koncerti live, kush do ishte i preferuari juaj? Për te preferencave, unë mendoj që për një artist është shumë mirë të heci me hapat sigurt. Normalisht artistit në fillim fare i duhen festivalet, i duhen krimet, klipet, këngë të reja, por pastaj kur arrin deri diku, atëherë është shumë mirë që të jesh vetëm afër publikut. Por tani jemi në një fazë që mbase është mirë provojmë edhe disa festivale, por pastaj jemi vetëm për skenën domethënë vetëm sa më afër publikut në për evente live. Ëndra ime parë më bën të lumtur, qielli na mbulon, një yll po zbret. Si përzgjidhni ju këngët që realizoni live? Është një gjë shumë pozitive që unë me Venerën e kemi
pothuajse shije shumë të njëjtë për muzikë, edhe ato këngë që i përzgjedhim, pajtohemi të dy me përzgjedhjen dhe që shumë e rëndësishme i shijojmë shumë gjatë performimit. Kush është kënga që publiku pëlqen më shumë gjatë netëve live? Unë për shembull kam disa këngë të mia të preferuara që janë disa këngë të Nora Jones, pra Sunrise është ajo kënga që vërtet na kanë një 2-3 herë na kanë kërkuar për t'ia treguar titullin. E ti do jetoj në të njëjtin qiell, nuk do të shoh të re do të njej, koha për mua prap do jesh, po aq sa shi dhe lo do sjell. Bashkëpunëtorët tuaj. Kryesisht kam kënduar këngë të Endrit Shanit, është një kompozitor që ne e kemi shok, e kemi mik, e kemi shumë i mirë. Gjithashtu kemi disa tekste të Olti Currit, Big Basta, kam 2 këngë të Lindit, i cili ka kompozuar dhe i ka shkruar gjithashtu edhe me tekst, që besoj që në qershor do të dalë njëra prej tyre. Domethënë bashkëpunëtori im më i ri është Lindi. Nata jone parë, trupa nizën zjarë, nata jone parë, bota letë ndaj, shpirtin do të faj, se në shpirt të ka. Për Venerën është Lindi, kurse për Lindin kënga e fundit e tij është në bashkëpunim dhe me Alban Male. Përveç se kompozimi është totalisht i yti dhe teksti. Teksti është i Big Bastës, është kënga Mon Amour, një këngë e pak më ndryshe se sa kam bërë deri tani. Kam dashur ta shpreh edhe një anë timen, të cilën mendoj që e kam, e cila është ajo të kompozuarit. Tek kënga ime e parë, Mon Amour, e pritën shumë mirë publiku. Si do t'jetë e ardhmja tani? Kemi një festival të cilin presim Trofe. Po, pse jo, trofe. Pastaj është në qershor kënga ime më e re me gjithë klipin dhe mendoj që do jemi në disa koncerte dhe jashtë vendit. Do një plan konkret për momentin nuk kam, jam duke punuar me këto këngët e reja, ndoshta një videoklip për në verë edhe sa më shumë krijime. Një përshëndetje për miqtë e Agonland. I përshëndes gjithë edhe më vjen shumë mirë që ishim pjesë e emisionit tuaj. Unë kam thënë gjithmonë dëgjoni muzikë të mirë dhe ushqehuni mirë. Ushqehuni mirë edhe dëgjoni muzikë të mirë. Miqtë e Agonland, ishim me një çift shumë simpatik, Venerën dhe Lindin. Ne ju falenderojmë që qëndruat me ne. Dëgjoni muzikë të mirë, hani ushqim të mirë edhe pini alkool të mirë. Bashkë do të shihemi në ambiente të tjera. Ciao.